Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Sot buke dhe limon, receta që po i çmon të gjithë. Keni dëgjuar ndonjëherë për kurën me lëng limoni dhe sot buke? Kombinimi të dyjave ka shkaktuar shumë diskutime në mesin e dashamirësve të mjekësisë popullore. Soda e bukës, limoni, domatet, luleshtrydhet, pjeshkat apo rrushi po ofrojnë minerale dhe vitamina si edhe enzima të cilat parandalojnë sëmundjet. Por gjithsesi ju duhet që të konsultoheni me mjekun. Në mjekësinë tradicionale dhe ato popullore parandalimi është veprimi më i rëndësishëm që mund të bëni për shëndetin tuaj. Limoni dhe soda e bukës janë dy prej përbërësve që ju duhet të përfshini në regjimin tuaj ushqimor të shëndetshëm. Veshkat. Lëngu i limonit me sodën e bukës është tërësisht efikas për përkujdesjen ndaj veshkave. Ky lëng gjithashtu ndihmon organizmin tuaj që të largojë toksina dhe të djegë yndyrnat. Tretja. Limoni bashkë me sodën e bukës ofrojnë një përzierje të shëndetshme për sistemin tuaj tretës. Ato shmangin refluksin në stomak dhe ofrojnë qetësim të menjëhershëm. Detoksifikimi. Lëngu i limonit me sodë buke është një pije mjaft e mirë për ta nisur ditën. Ai pastron mëlçin fal dozës së lartë të vitaminës C, kaliumit dhe antioksidantëve. Për më tepër, nëse ju pini ujë me sodë buke, do të rregulloni nivelet e kolesterolit të keq dhe do të përmirësoni shëndetin tuaj kardiovaskular. Si të konsumoni pijen dhe kujdesi që duhet të tregoni. Mbushni një gotë me ujë dhe hidhni një lugë çaji me sodë buke. Shtoni lëngun e një gjysmë limoni, përzieni dhe pijeni në mëngjes. Ky lëng duhet pirë gjithmonë në mëngjes dhe përpara se ju të hani ushqim. Lëngu gjithashtu duhet pirë për 2 javë me radhë. Nga ana tjetër, ju duhet të bëni 2 javë pushim. Nëse vuani nga gastriti, tensioni i lartë i gjakut apo problemet me zemrën, atëherë nuk duhet ta pini këtë lëng për shkak të nivelit të sodiumit. A i dini se çfarë ndodh kur ju kombinoni limonin me sodën e bukës? Rezulton se kombinimi i këtyre dy materialeve është shumë i efektshëm, sidomos në reduktimin e qelizave të këqija. Këtu ju do të mësoni të gjitha përfitimet që ju do të keni nga kjo pije e mahnitshme. Nuk ka asnjë rrezik për efekte anësore me këtë pije. Rezulton se këta dy komponent mund të sillnin ndryshime pozitive në shëndetin dhe në trupin tuaj. Pra, shikoni se çfarë ndodh kur ju e pini këtë pije çdo ditë. Soda e bukës përdoret gjerësisht në trajtimin e sëmundjeve në pjesë të ndryshme të trupit, si të jashtme ashtu edhe të brendshme. Limoni gjithashtu përmban sasi të mëdha të vitaminës C dhe veti të tjera të cilat e bëjnë ato të nevojshme në trajtime të tilla si infuzionet natyrale dhe aplikimet e jashtme. Alkalizimi. Përzierja e limonit dhe soda e bukës ka veti të alkalizojë trupin. Kjo na ndihmon, për shembull, të luftojmë aciditetin, i cili mund të ndodh kur veshkat nuk heqin mjaftueshëm acid nga trupi ose kur trupi juaj prodhon shumë acid. Prandaj është një ilaç i shkëlqyer për veshkat, pasi lehtëson punën e tyre dhe ndihmon në detoksifikimin e trupit dhe në djegjen e yndyrës. Tretja, ju tashmë e dini se ndër virtytet e shumta që ka limoni është lehtësia që ai ofron për tretjen tonë. Nëse shtojmë pak sodë buke, do të kemi një përzierje tepër të mrekullueshme e cila do të bëjë që sistemi ynë tretës të funksionojë shumë më mirë. Është një antioksidant dhe gjithashtu lufton fryrjen. Një tjetër përfitim i kësaj përzierje është se ndihmon edhe në luftimin e refluksit gastroezofageal kur acidi klorhidrik ngrihet në ezofag nga stomaku.
Falë sodës së bukës, ju do të ndjeni lehtësim të shpejt dhe mjaft efektiv. Pastron trupin. Ky trajtim i mahnitshëm pastron trupin, mëlçin dhe na ofron një dozë bujare të vitaminës C, si edhe kalium dhe antioksidant. Ndaj mos harroni të filloni mëngjesin tuaj me këtë ilaç për të qenë të freskuar dhe plot energji gjatë gjithë ditës. Konsumimi i ujit i pasur me bikarbonat natriumi na ndihmon që të rregullojmë nivelet e kolesterolit të keq duke përmirësuar kështu shëndetin ton kardiovaskular. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një lugë gjelle sodë buke, një gotë ujë, gjysma e lëngut të limonit. Hidhni sodën e bukës në një gotë me ujë dhe aty shtoni lëngun e limonit. Përzieni mirë dhe pijeni direkt, mundësisht në mëngjes me stomakun bosh. Mos harroni se e rëndësishme është që ta pini çdo mëngjes esot për një javë të tërë dhe më pas të bëni pushim për 2 javët e ardhshme. Kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës rregullon strukturën kimike të organizmit dhe përshpejton shërimin e tij. Soda e bukës është një përbërës i cili nuk mungon kurrë në kuzhinë apo në frigorifer. Përveç përdorimit tradicional, të pakt janë edhe ata të cilët e dinë që soda e bukës ka vlera terapeutike. Soda e bukës përmban bikarbonat sodiumi i cili reagon menjëherë sapo bie në kontakt me substanca acidike si uthulla apo kosi. Pirja e ujit me sodë buke është një traditë e lashtë që rekomandohej kundër sëmundjeve si artriti, problemet me tretjen, urthi apo infeksionet. Kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës rregullon strukturën kimike të organizmit dhe gjithashtu përshpejton shërimin e tij. Soda e bukës kundër urthit. Në qoftë se ju vuani nga urthi, duhet të dini se pirja e sodës së bukës të shkrirë në ujë ndihmon në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe eliminon dhimbjen e urthit. Bulzat e ujit gjithashtu ndihmojnë në çlirimin e gazrave dhe largojnë fryrjet. pH-i dhe shërimi. Aciditeti i tepërt në organizëm nxit shfaqjen e shumë sëmundjeve si osteoporoza, sëmundjet e këqija dhe artriti, të cilat lulëzojnë në një mjedis me aciditet të lartë. Pirja e sodës së bukës balancon pH-in dhe promovon gjithashtu mirëqenien apo ushqen trupin tuaj me energji. Kundër inflamacionit. Inflamacioni i kyçeve shkakton shumë dhimbje. Toniku me sodë buke ndihmon kundër akumulimit të acidit urik në urinë, gjak dhe në inde. Kundër infeksioneve urinare. Uji, lëngu i bronicës së kuqe dhe uji me sodë buke rekomandohen kundër infeksioneve urinare. Soda e bukës ul nivelin e aciditetit në urinë. Më shumë energji dhe gjallëri. Nëse kryeni aktivitete fizike, atëherë keni nevojë për më shumë energji, të cilën mund ta merrni duke përzier 4 gota me ujë me gjysmë lugë çaj me sodë buke, 1 lugë çaj me krip deti, 2 lugë gjelle me mjalt dhe 1 lugë gjelle me lëng limoni. Limoni është shumë i fuqishëm kundër baktereve dhe mikrobeve. Për të përgatitur një lëng të tillë, përzieni 1 lugë gjelle me sodë buke, 1 gotë me ujë dhe lëngun e 1 limoni. Lëngu duhet të qëndrojë gjatë natës dhe pijeni në mëngjes përpara se të hani ushqimin. Ky tonik do të pastrojë sistemin tretës dhe do të balancojë pH-in. Ju mund të pini 1 gotë të dytë përpara se të flini gjumë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!